Një raport i kontrollit të lartë të shtetit ka ngritur dyshime për abuzime të shumta financiare në vitet e fundit në portin e Durrësit. Nga shifrat e relatuara, mësohet se përmasat e dëmeve të shkaktuara ekonomisë së vendit janë në kufi të një skandali. Në qendër të tyre janë miliona euro të ardhura të munguara, qindra miliona lekë dëme ekonomike, kontrata të ndryshuara pas tenderave, pagesa pa faturë të timore, TVSH pa deklaruar, konvertime valutore që sipas audituesve favorizonin kontraktorit dhe jo shtetin, si dhe pagesa milionash për projektin e Porto Romanos, pa aplikimin e penaliteteve të parashikuara në kontratë. Në total, raporti i kontrollit të shtetit evidenton një bilans financiar që kalon 8 milion euro të ardhura të munguara, 205.000 euro dëm ekonomik, 549.000 euro efekt negativ vetëm në projektin e Porto Romanos, si dhe 1.16 miliard lek pagesa pa faturë tatimore me 233 milion lek të TVSH pa deklaruar. Të marrë së bashku, këto gjetje përbën një nga auditimet më të rënda të publikuara nga kontrolli i lartë i shtetit për administrimin e institucioni publik në vitet e fundit. Auditimi lidhet me menaxhimin e 4 viteve të fundit të autoritetit portual Durrës, sipas raportit përfundimtar të kontrollit të lartë të shtetit, numër 631, fraksion 23, datës 30 mars 2026. Në përfundim të auditimit, kontrolli i lartë ka rekomanduar masa disiplinore për 41 punonjës dhe 20 ish punonjës të autoritetit portual. Për ish drejtorin e përgjithshëm ekzekutiv Pirro Vengu, rekomandimi është masa më e rëndë, shkarkim nga detyra, një masë që nuk mund të zbatohet më, pasi ai nuk është më pjesë e autoritetit portual të Durrësit.